Merkatoja Vllaznisë është bllokuar dhe klubi Shkodran tashmë ka dritë një shile për të afruar lojtarë të rinj. Një lajm pozitiv për ambientin kuqeblu, që i hap rrugë për forcimeve të nevojshme në prag të fazës vendimtare të sezonit. Zhbllokimi i merkatos u konfirmua dhe nga trajneri i Vllaznisë, Edi Martini, gjatë konferencës për shtyp pas fitores minimale 1-0 ndaj Egnatias. Tekniku kuqeblu theksoi se situata është normalizuar edhe se klubi tashmë mund të veprojë pa pengesa në tregun e transferimeve. Merkaton e kemi të hapur, kjo është e rëndësishme, presim në një që do dhe nga data 20-21-22 presim në lojtar tjetër, gjithsesi duhet jemi të vëmendshëm kemë marr në lojtar që na shërben. Me thënë të drejtën, ne po sulmojmë edhe pjesën e mesit fush sulmit, por edhe një përforcim mbrojtje do të na kishte bë mirë. Synimet e stafit teknik, ashtu siç e thekson edhe trajneri Martini, janë të qarta: afrimi një mbrojtësi dhe i një mesfushori, për të kompletuar skuadrën dhe për të rritur konkurrencën në çdo repartë deri në fund të edicionit. Paralelisht, sinjale pozitive vijnë edhe nga FIFA. Në faqen zyrtare të organit më të lartë të futbollit botëror rezulton se nga 4 çështjet që ishin të hapura më herët ndaj Vllaznisë, aktualisht mbetën vetëm 2, pasi 2 prej tyre janë mbyllur me sukses. Një zhvillim që tregon se klubi ka nisur të shlyejë detyrimet financiare dhe të dalë gradualisht nga situata e vështirë. Me merkato të zhbllokuar dhe objektiva të qarta, Vllaznia pritet të jetë aktive në ditët në vijim në përpjekje për të ndërtuar një skuadër sa më konkurruese për vazhdimsinë e sezonit.